Policia e shtetit ka zbuluar në Milot, në Laç dhe në Tiranë 7 ambiente që ishin përshtatur për aktivitetin e paligjshëm të lojrave të fatit me makineta dhe tavolina pokeri. Sipas policisë, në një prej ambienteve të kontrolluara në Laç kanë gjetur edhe lëndë narkotike. Për lojrat e fatit në Milot dhe në Laç, në pranga janë vënë Shkëlzen Preni, Dorian Medha dhe Ylli Veseli, pronar dhe administrator të lokaleve. Një tjetër është proceduar penalisht, ndërsa është shpallur në kërkim edhe Pjetër Leshi. Ky i fundit rezulton se administron një prej lokaleve ku janë kapur makinetat e lojrave të fatit në Laç. Gjatë operacionit në Laç janë sekuestruar 15 makineta, 3 tavolina për lojën poker, sasi lëndë narkotike kokain, shumë aparash, si edhe sende të tjera që i shërbenin kësaj veprimtarie të kundërligjshme. Pas zbulimit të këtyre ambienteve, drejtori i policisë në qarkun e Lezhës, Islor Islami, ka dhënë dorëheqjen nga posti. Ndërkohë, për makinetat e lojrave të fatit në Tiranë janë arrestuar Xhulian Kaloshi, Klajment Çurri, Redion Muka, Edmond Ndreka dhe Klodian Vishkurti. Gjatë operacionit janë zbuluar 4 lokale në periferi të Tiranës, ku janë sekuestruar 16 kompjutera për lojra fati, tavolina për lojën poker, si edhe para e sende të tjera, ndërkohë 2 persona të tjerë janë shpallur në kërkim.